Në një lajm të bujshëm dhe tërë pozitiv që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është konfirmuar se një ndihmë financiare e konsiderueshme do të vijë në Shqipëri gjatë muajit gusht. Bëhet fjalë për një fond prej $100 milion, i cili do të dedikohet tërësisht për mbështetjen e moshës së 8, pra për pensionistët shqiptar. Ky vendim, i marrë nga një prej shteteve aleate më të rëndësishme të Shqipërisë, është pritur me shumë entuziazëm si nga autoritetet vendase, ashtu edhe nga vetë qytetarët. Kjo ndihmë është pjesë e një programi më të gjerë bashkëpunimi dhe solidariteti që Shtetet e Bashkuara kanë shfaqur ndaj Shqipërisë ndër vite. Për herë të parë, fondi synon të vijë në ndihmë det për det shtesave më të ndjeshme të popullsisë, të cilat shpesh përbalen me vështirësi ekonomike dhe sociale, duke pasur parasysh kostot gjithnjë në rritje të jetesës dhe nevojat në rritje të moshuarve. Ky bonus amerikan përbën një frymëmarrje shumë të rëndësishme për ta. Zyrtarët të lartë të qeverisë shqiptare kanë përshëndetur vendimin amerikan dhe kanë theksuar se këto fonde do të shpërndahen me transparencë dhe prioritet të plot për të siguruar që çdo pensionist të përfitojë në mënyrë të drejtë. Sipas burimeve pranë institucioneve përkatëse, ndihma pritet të mbërrijë në Shqipëri brenda muajit gusht dhe menjëherë më pas do të nisë procesi i shpërndarjes. Qëllimi kryesor është përmirësimi i kushteve të jetesës së moshës së 8 dhe garantimi i dinjitetit të tyre. Ndërkohë, reagjimet nga komuniteti të moshuarve kanë qenë të shumta dhe emocionuese. Shumë pensionistë shprehen se kjo ndihmë do të jetë një lehtësim i vërtet për përballimin e shpenzimeve mujore, si ushqimi, ilaçet dhe shërbimet e tjera bazike. Ka pasur gjithashtu thirrje që ky model bashkëpunimi të vazhdojë edhe në të ardhmen, duke theksuar rëndësinë e solidaritetit ndërkombëtar në përballjen me sfidat e përditshme. Në një kohë kur bota përballet me kriza të shumta ekonomike dhe sociale, lajme si ky i japin shpresë dhe mbështetje konkrete qytetarëve që më së shumti kanë nevojë. Ndihma prej $100 milion nga Amerika për pensionistët shqiptar është jo vetëm një akt bujarie, por edhe një sinjal i qartë i lidhjes së fortë mes dy vendeve. Po, ju, çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.